Kjo për shembull dashur miq, është një mbrëmje shumë e përshtatshme që unë ta drejtoj me atlete. Por jo, bukuria është dhimbje thon. Ne do vuajmë sonte dhe të falenderojmë veçanërisht Ujin Klina, një mrekulli e natyrës me 50 vite histori suksesi që na bën krenar. Okej, çfarë do të ndodh tani? Ata i bëm gati, janë tërësisht gati në pritje nga ne dhe unë them që mos i lem më në ethet e këtij emocioni, por shkojmë tek ta, të njihemi me sfidën edhe të kuptojmë se çfarë do të ndodh. Në fakt dinamika është e njëjtë e sfidës që zhvilluam. Por këtë herë është dinamik e sfidës, më përcaktoni pak sfidën, është sfidë balance, ndryshe nga e para. Por ndërkohë ata që nuk do arrin ta superojnë me sukses, do të shkojnë po ashtu në një televotim që është i hapur dhe ju e kuptuat se si do të funksionojmë sonte. Ndaj, telefonat në duar dhe ndjekim së bashku këtë moment. Shkojmë tek arena jashtme, ju lutem. Finalistët e mbetur jam me ju dhe me kryeplakun tim të preferuar, sepse besoj që tani nuk ka nevojë t'ju shpjegoj, zhvillimi do të jetë i njëjtë, por ne duam të njihemi me sfidën. Albano. Sfida është kjo. Po marr shembull Big Mamën me që ka ngelur vetëm nga femër. Terjeshti i parë i kashtës kanë të fshehur nga një gogël. Terjeshti i dytë i kashtës kanë të fshehur nga 2 gogla. Mbasi i marrin të 3 goglat, duhet të vinë të kjo si tip këshu. Dhe i vendosin të 3 goglat këtu. Dhe me anë të balancës, duhet të kalojnë goglën këtu, pap, dhe kush vendos 3 goglat aty të vrimat i shikoni? Ja, ka që është sfida. Kush i vendosi pari, deli pari. Kush i vendosi dyti, deli dyti. Kush i vendosi treti, deli treti. Kush i vendosi katërti, deli pesti. I ka, si i bje. Ashtu i bje. Kaq. Okej, atëherë jemi gjithë sy e vesh tek ju, me shumë suksese. Ja nisim kur të na thuash ti 3, 2, 1, Albano. 3, 2, 1, go! Mama do të gjeshë të reja të lutem. Ma hapni mikrofonin. Mama do të gjeshë të reja të lutem. Atëherë kam përshtypjen se në këtë moment sfida quhet e përfunduar, por sa kohë që Antueli dhe Andrea kanë superuar me sukses. Urime çuna që do të thotë Qo, mos e fshe! Nga zifiri se nuk dinte ku ti mbante, nuk dinte ku ti mbante gogla që ku e ka vendosur. Nuk dallon se është ngjyrë zezë. E dallon publiku, okej. Moj Big Mama. E kishte fshehur në tuta nga nxitimi. Unë e dija se futa thashëm karak i kot, të 3 duhet i gjesh. O tash i kom gjet, të 3 i kom. Edhe shef. Mos prek me ato tash, i kanë ditë. Mos më prek me ato, i kanë. Atëherë, Albano, ju lutem përmblidhuni, Andrea dhe... përmblidhuni. Dhe Andueli mund të kthehen tek skena. Andrea, Anduel. Duke i përgëzuar për fitore në këtë sfidë. Ndërkohë që zonja e zotrin tashmë e keni kuptuar që 2 fermerët e rrezikuar
Big Basta dhe Big Mama. Kanë dashur shumë një përballje me njëri tjetrin këta të dy, ja tek e keni. Hajde moderator. Suksese, ta mos Suksese. S'keni Mos asgjë. mos ngatroni kur votoni Big Mama, se dhe kjo Big Basta. Ju Big Mama shkruni. Big Basta, deshte me tonë. Kanigo, borin kot, kanigo. Okej. Okej, kthehemi në studio, ne? Pikë së pari, mua më pëlqen shumë që Big Mama i ka marrë me shumë sportivitet, se zakonisht është natyrë impulsive. Big Mama, Big Basta, në një përballje le të themi tani. Big Mafia, le të themi. Big Mafia në aksion. Tani do të shohim publikun i cili besoj do jetë shumë aktiv dhe i bëj thirrje publikut, jo vetëm në këtë rast, por në përgjithësi tani të shfrytëzoj momentin edhe vërtet të votoj, sepse ne jemi të gjithë shumë kurioz të dim se cili prej Big Mafias do të dalë. Okej, dhe me qenë se ti shumë bukur i rikujtove televotimin ndjekësve tanë në këto moment, e gjithë momentja tashmë është tek Big Mama dhe tek Big Basta. Votoni për njërin për tyre, sepse i nevojitet vota juaj në këtë moment për të ngjitur në renditjen e televotim dhe për të shpëtuar kështu edhe nga ky moment. Vetëm pas pak do të kemi minuta kohë dhe do të njihemi me këtë njoftim të ri. Nëse fermeri juaj i preferuar po rrezikohet në këtë moment, mos harroni format e votimit, po i rikujtoj edhe pse besoj që i dini përmendësh, por ja, po themi që si dini, edhe një gjë e vogël, është me 1-1-1, pra 3 njësha, 5-1-1-1, 5. Okej, dhe nga i gjithë bota mund të votoni në fermavip.visionplus.tv. Nxitoni të votoni, Castro. Cili më i rrezikuar? Do të thoja për teknikalitet, do të thoja që ata që votuan me shumë kreshërie, shumë Big Mamën, mendoj që është si ajo faza kur ndonjë burr vjen vonë në shtëpi me gjithë se ka një super grua, bën qef një herë, pastaj dytën thotë e lejon orare, dhe dytën me gjithë se e pret një qef shumë i madh, thotë okej, po e zgjumi, rastisht. Kështu doja të bëja dhe unë një lloj krahasimi. Paralelizmi yt në këtë rast. Kjo, më duhet ata shohesha me gjitha burra që ndonjëherë vinë të lodhur në shtëpi. Prandaj. Shumë gabim që jeni të lodhur, burra në shtëpi mendoj të lodhur. për të shakarave, jo, po mirë pra për t'i provokuar që Se ata të ato burra që vinë të lodhur që i gra të lodhura, mos e harro këtë. Ju të futni gjithmonë në labirinte ku unë nuk di si të dalë, domethënë. Na mbani tek finalja dhe tek Big Mama dhe Big Basta, që ju ftojmë ti votoni edhe ta vazhdojnë këtë rrugtim ai që ju preferoni më shumë, ai ose ajo. Po. Okej. Thënë kjo, kemi shumë gjëra për të thënë? Të gjithë kemi shumë gjëra për të thënë sonte, por secili me radhë.